Së shpejti në disa hapësira publike të Bashkisë Maliq do të vendosen Wi-Fi falas për qytetarët. Investimi do të kryhet nga Qeveria e Republikës Federale të Gjermanisë përmes projektit EU for Digital, projekti i cili është fituar nga Bashkia e Maliqit. Sipas koordinatorit të IT-s Andrea Firanj, është menduar që internet falas do të ofrohet pranë Pallatit Kulturës në qytetin e Maliqit në zonën e pyllit të fazanëve, si dhe te qendra komunitare në Rëmbec. Pas thirrjes që bëri Qeveria Gjermane për të aplikuar për hapësirat publike në territorin e Bashkisë Maliq, bëm aplikimin, u shpallën fitues, zgjodhëm hapësirat publike më të rëndësishme që ka Bashkia Maliq, Pallatin e Kulturës, pyllin e fazanëve që është një atraksion turistik, edhe qendrën komunitare në Rëmbec. Për 5 vite janë falas, gjitha investimi bëhet nga Qeveria Gjermane. Më pas 5 viteve në angelet Bashkisë Maliq për ta vazhduar. Këto pika do të ofrojnë internet falas për qytetarët për një periudhë 5 vjeçare. Kjo iniciativë është pjesë e planit të rritjes së BE-s për Ballkanin Perëndimor, që mbështet transformimin digjital dhe fuqizon komunitetet lokale.